Shtollunga tymi të zi që mbulojnë qiellin, era e naftës së djegur në qytete dhe tensionet në ngushticën e Hormuzit tregojnë për një përshkallëzim të rrezikshëm të konfliktit në lindjen e mesme. Operacioni i SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit, i quajtur Furia Epike, ka hyrë në javën e tretë, ndërsa pasojat e tij tashmë po ndihen në shkallë globale. Goditjet ajrore dhe sulmet kibernetike kanë dëmtuar rënd infrastrukturën strategjike të Iranit. Raportohet për goditje ndaj objekteve kyçe ushtarake dhe bërthamore, ndërsa zinxhiri komanues i udhëheqjes iraniane është tronditur. Megjithatë, pavarësisht këtyre humbjeve, rezistenca në terren vazhdon. Ekspertët e sigurisë e lidhin këtë qëndrueshmëri me një doktrinë të vjetër mbrojtjeje që njohur si mozaiku. Ky model, i ndërtuar ndër vite dhe i frymzuar nga taktikat e luftës asimetrike, synon decentralizimin e plot të forcave ushtarake. Në vend të një komande të vetme qendrore, njësitë veprojnë në mënyrë të pavarur, duke e bërë shumë të vështirë paralizimin total të sistemit mbrojtës. Struktura mozaik lejon që edhe në kushte kaosi apo mungese komunikimi, operacionet të vazhdojnë në terren. Kjo qasje e shpërndarë e luftimit është përgatitur për më shumë se 2 dekada dhe konsiderohet si një nga arsyet kryesore pse Irani nuk është dorëzuar, pavarësisht goditjeve intensive. Ndërkohë, përplasjet kanë rritur rrezikun për tregjet globale të energjisë, sidomos për shkak të tensioneve në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Konflikti mbetet i hapur dhe i paparashikueshëm, ndërsa strategjia mozaik po shfaqet si një faktor kyç në rezistencën e Iranit përballë një presioni ushtarak të paprecedent.